Një postim të cilin e ke postuar është kështu, gjithsesi hadith. I dërguari i Allahut thotë: do të futen në xhenet disa individ, zemrat e tyre janë sikur se zemrat e zotëve, transmeton Muslimi. Disa dietar për komentin e këtij hadithi thonë: zemrat e tyre janë aq të vogla saqë në zemrat e tyre nuk ka vend për urrëtie, xhelozi dhe smir. Andaj, mu për këtë janë krahasuar me zemrat e zotëve. O Allah i gjithfuqishëm, na bën prej tyre. Amin. Amin ya Rabbi. Lutë Allahun azza wa jall që zemrat tona ti pastron fillimisht për zilijes, për inatit, për vetpëlqimit, për mllefit, për urrëties dhe shumë vepra, domethënë vepra shumë të këqija, domethënë. Edhe mu për këtë vëllezër të dashur, domethënë kjo na jep me kuptu një send se pastrimi i brendësisë tonë për veprave të shëmtuara është thelbësor apo mund të jetë kyç për me hinë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë kjo hadith na mëson një send se atë sa më e vogël është zemra me urrëtie, atë sa më e vogël është zemra, domethënë apo të themin ndryshe, atë sa më pak ka urrëtie në zemrën tonë, atë sa më pak ka vetpëlqim në zemrën tonë, atë sa më pak ka zili në zemrën tonë, atë sa më pak ka, domethënë, mëri, inati, smir, edhe shumë vepra të këqija, domethënë, të cilat njeriu mund të posedon zemrën e tij, do të jetë shumë më lehtë me hinë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe dim që zilia është një vepër e shëmtuar, një vepër të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë i shkatron veprat e mira ashtu siç i shkatron zjarmi. Domethënë edhe kjo është një thirrje prej onës Allahut dhe prej onës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që zemrat tona të jenë sa më të pastërta nga zilia, se burimi çdo të keqës, burimi çdo apo s'po them burimi çdo të keqës, mirë, po shumica e problemeve ndërnjerëzore janë burim i urrëties, i smirës, i zilis, i mllefit edhe i vetpëlqimit. Domethënë raportet ndërnjerëzore, shumicën e rasteve, nëse ndalesh, edhe studion, edhe mundohesh t'jesh, domethënë t'jesh i drejt në gjykim, kemë dalë me një rezultat se problem është çështjet e zemrës. O e ki pas inati, o e ki xhelozu, o tu ka duk vetja mashallah, domethënë që i vjen vetpëlqimi, o do një vepër e cila ka të bëjë me zemër. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka njeriu më i dashur se zemra e tij ka më e pastër. Se me laçi, domethënë Xhibril alayhis salam e dini që kur e ka pastruar në aspektin e zemrës. Domethënë ja kanë pastruar Xhibrili me laçet ja kanë pastruar zemrës tina prej vesëve të këqija edhe prej gjunave dhe mëkateve. Allah e din më së miri. Domethënë lut Allahun azza wa jall që edhe një herë zemrat tona ti pastrojnë prej zilis dhe smirës se si zoç. Si zoç. Sa më pak, sa më lehtë. Po këtu kjo është një prej komentimeve. Domethënë që është komentimi tjetër është domethënë që Allah subhanahu wa taala domethënë na i bën zemrat tona mbështeten Allahun subhanahu wa taala. Domethënë e ki pas zoge. S'besoj domethënë ne mundona domethënë i bëjmë 1240 plona, ndoshta 1 milion e plona çish me fiturës këna sekse. Për këtë e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë yaqdu khamis. Do shkon unt kthehet në ngopër. Edhe për këtë kanë thonë e ka përngjas zemrën e zokut në mbështetjen Allahun subhanahu wa taala. Çështjen e rrezikut. Edhe besimtarët të cilët mbështeten Allahun subhanahu wa taala, kjo është një lehtësim për ta dhe për lut Allahun azza wa jall që na bën prej atij ya rabbel alamin. Amin ya rabbel alamin.